për punën e udhëtimit, se udhëtar, musafir, do më thonë llogaritet njëri kur të merr sefer udhëtim. Udhëtimi është, do më thonë, mas pakti 85 kilometra, ose ato që banorët e çatij vendi konsiderojnë si udhëtim. Edhe lehtësimet e udhëtimit fillojnë pe momentit kur t'i lën shtëpia e fundit çati, për shembull në Frezaj, je të shku në drejtim të Shkupit. Kur të mrish për shembull te rrethi i autostradës, ato më janë mbaru shtëpia e Frezajt. Pe çatu shit më llogaritesh që do të fillon me mund të shkurton namazet e sa të tjera. Mirë po, jo si dikush që mendon që vetë se ka dalë pe qytetit tonë e shkurton namazet, edhe nëse shkon për shembull pe këtushit, nëse shkon në Vitia. Jo. Nuk je udhëtar atë, je do thot udhëtar je nëse udhëton namaz, udhëtim që shkurtohet namazi, valla. Ose që njerëzit konsiderojnë udhëtar, për shembull Allahu e di mas miri që nëse shkon pe Frezajt në Shkup, edhe pse janë veç 50 kilometra, po të shumica e njerëzve të konsiderojnë që je udhëtar në këtë vend atë. I shkurton namazin atë. Se është traditë vend që konsiderojnë që ke marrë udhëtim, ke kalu pas kofeja, sa në je udhëtar. Mirë po, nëse për shembull bava në shumicën e vendeve tona, edhe nëse shkon për shembull pe Frezajt në Pej, më thon, që është gati 100 kilometra, nuk konsiderojnë që je udhëtar, se thonë brenda Kosovës, që nga ti atë, se nuk i shkurton, Allahu di mas miri.